Padyshim që ajo që e ka kurorëzu ka qenë Trepqa, për cilën kam thënë edhe përkundër problemeve që i ka pas gjatë kampionatit, humbje, kriza në lojën e tyre, sidomos pas pjesëmarrjes Trepqës në Europa Cup, ku ka pasur shumë ndeshje në mesjavë, është dashur që të zhvilloj edhe ndeshjet të shtunë edhe të dielën. Ato kampionale ka pasur problem, megjithatë unë kam menduar dhe gjithmonë kam thënë gjatë emisioneve ku kam qenë prezent që Trepqa është favorite për të stolisur me titull e kampionit. Duke pas parasysh që ka pasur një bankë më të gjatë, apo ka pasur mundësi të ndrimit të lojtarëve gjatë lojës, ka pasur më tepër lojtar cilësor, vendor, të cilët një familje kanë vendosur edhe titullin e kampionit, padyshim që merit kanë edhe të gjithë ata që kanë ardhur në ekipin e Trepqës, por nuk duhet harruar edhe trajnerin i cili tani më ka fituar disa tituj, qoftë me Golden Eagle Yllin, tani edhe me Trepqën, pra një trener si që është 5 vjetë, 3 tituj. Beqir Agic, do thotë kjo flet më së miri për komponimin e skuadrës. Në anën tjetër,